Me logun Rozafa 2017, Shkodra është bërë pjesë aktiviteteve të mbajtur nga përfaqësues të rekordeve Guinness, të quajtur Cup Song Albania. Mira nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme u përfshin në këtë aktivitet duke performuar në të njëjtin orar në mbar vendin. Inspektori i Drejtorisë Rajonale të Arsimit në Shkodër Entri Çaku shpreh se për Cup Song Albania është bërë një parapërgatitje duke parë rëndësinë që ka ky aktivitet. Të them të drejtën, ne kemi rreth një muaj e gjys që se në ka ardhur njoftimi i zhvillimit të aktivitetit që kemi angazhu, janë 15 shkolla që janë angazhu, nëntëvjeçare dhe të mesme, duke njeh provat dhe duke mësuesat e edukimit fizik. Me gjithë mësuesat e muzikës kanë bërë prova në shkolla 3 herë në javë, në momentet e pushimit nërmjet orëve ose në orët e edukimit fizik. Afro 1000 nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Shkodrës kanë performuar në sheshin përpara Bashkisë Shkodër. Sinqerisht ju them që është bërë një punë kolosale nga shkollat tona, nga mësuesat e edukimit fizik dhe të muzikës, dhe për këtë duhet t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë, gjithashtu edhe nxënësat, sepse kanë sakrifikuar dhe kanë pas shumë ngarkesa për te edhe programit mësimor. Gjithashtu më duhet të falenderoj për mbështetjen Bashkinë e Shkodrës, e cila na ka kriju aksesin për sa i përket skenës edhe sheshit. Besoj që ju e pat vetë, sot kanë kenë minimi nxënës, pavarësisht se ne si Shkodër kemi pas për të përgatit 1000, por sot kanë kenë 1000 nxënës dhe ajo që është më e rëndësishme është mesazhi që u përcoll dhe kënaqësia që ne morëm edhe nga publiku i shumë që ndoshta këtë shfaqje. Përveç Drejtorisë Rajonale të Arsimit, Cup Song Albania në qytetin Verior u zhvillua me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, e cila rezervoi edhe një koncert artistiko-kulturor para dhe pas performancës që ofruan nxënësit e shkollave.